Gjatë luftës së ftohtë, Shqipëria e drejtuar nga Enver Hoxha u shndrua në një nga vendet më të militarizuara për frymë në Europë. Nën parullën famkeqe, këtu nuk kalohet, regjimi komunist ndërtoi një doktrinë të mbrojtjes totale, të bazuar në frikën e pushtimit nga lindja apo perëndimi, duke e kthyer vendin në një fortesë së blinduar. Ushtria popullore ishte e pajisur me armatime të rënda toksore, artileri, tanke, sisteme kundërajrore dhe një rrjet të gjerë bazash ushtarake. Shqipëria kishte rezerva të mëdha armësh dhe municionesh, të shpërndara në gjithë territorin, ndërsa çdo qytetar trajnohej për luftë. Një nga simbolet më ekstreme të kësaj strategjie ishin mbi 170.000 bunkerët e ndërtuar në çdo cep të vendit, nga malet deri në Bregdet. Regjimi investoi gjithçka në mbrojtje, duke sakrifikuar ekonominë dhe mirëqenien e qytetarëve. Industria ushtarake prodhonte armë të lehta, municione dhe pajisje luftarake, ndërsa ushtria konsideruhej shtylla kryesore e mbijetesës së shtetit. Europa e asaj kohe e shihte Shqipërinë si një vend të mbyllur, të armatosur deri në dhëmb dhe të gatshëm për luftë totale. Megjithatë, pas rënies së komunizmit u pa qartë se kjo superfuqi e armatosur ishte ndërtuar mbi izolim, frikë dhe propagandë. Armatimi i frikshëm nuk i solli siguri reale vendit, por la pas një trashëgimi bunkerësh, arsenalesh të braktisura dhe një shoqëri të lodhur nga paranoja e përhershme e luftës.